Aslı, çfarë po ndodh përsëri? Nuk e di, Eylül. Por do ta zbuloj. Kush e bëri këtë? Përse je kështu? Ozan, i thash të mos e bënte, të mos më godiste, por ai nuk më dëgjoi. Pasi më goditi me shkelma në tokë, më shtyu poshtë nga një mur disa metra i lartë. Ozani, ty, a është përbindësh ky njeri? Batu mos fal budallallë që për hir të Zotit. Ti isha atje? E pesi u çmend, sa i zemëruar ishte. Ju luta të më lindte gjallë. Ai më ndoqi gjatë gjithë rrugës, ku nuk isha më këtu iki, ai më shtyu poshtë. Hej, Aga, shiko sa largë është shkolla. Mund të kisha lënë para dere. Do të shkosh deri atje në këmbë? Vlla, këtë është shumë mirë. Ja me mua, duhet të pyes diçka. Ho, Zoti i madh. Oh, shiko. Çfarë gjë e bukur. Punim kërshëhiri, si duket? Zot na ruajt nga syri i keq. Pash Zotin, për mua? Jo. Si do qoftë. Dëgjoj, nuk mund ta gjeja valigjen që doja në dyqan. Duhet të më gjesh një valigje të fortë, se nuk është e sigurt kështu. Kjo punë është e mbaruar. Shihemi në mbrëmje. Shihemi, Aga. Ku do ta gjej Nurani një dhëndër si ti më thuaj, ajo duhet të pu dhe të vendos në pjedestal. Mashallah, je shumë i pashëm, je shumë inteligjenti. Nën të them diçka. Gjysmën e mendjes se kam tek Ejlyli, gjysmën tjetër te kompenzimi prej 300.000 lirash. Të betohem, duhet të nxitojmë. Mirë, por ashtu këto gjëra nuk bëhen kaq shpejt, Koraj, ti duhesh ta dish. Do të merrem unë avash me këtë punë. Si avash? Më shiko tani, prit. Unë do të shkoj te Nurani nesër me ndonjë pretekst për ta testuar në mënyrë delikate dhe për të parë nëse po del me dikë ajo. Shiko, nuk na shkojnë në mendje kjo. Po sikur të jetë serioze? Po sikur. O zot, çfarë do të bëjmë tani ne? E po mund të themi thjesht, e po që të bëjmë, do të kërkojmë diku tjetër, apo do të kthehemi, apo jo, Koraj, do të zgjedhim. Shikoja fytyrën në tënde. Shikoja. A dukem sikur do ta lija ndonjëherë atë vajzë të shkonte me dikë tjetër? Jo, betohem se jo. Tu bëfsha kurbanën ty. Po dëgjoj tani çfarë do të them unë tani. Tani do të shkosh te vendi ku ajo punon dhe do ta tregosh veten tënde një herë. A më dëgjon? Kjo është ide shumë e mirë. Të shkoj të tregojmë pak apo jo? Ozani nuk do ta bënte këtë. Është një keq kuptim që sharak ky. Djalin nuk do ta lëndonte dikë në atë mënyrë asnjëherë. Dëgjoj, më tha vet, ata patën një grindje të vogël, të tjerët ikën me vrap. Unë nuk di më çfarë të besoj, Zhylide. Nuk po e njoh më djalin ton. Dje plasën 2 grindje. Javën e kaluar ai vuri flakën një motocikletën mes shkollës. 10 njerëz mund të ishin plagosur, ai asgjë nuk e mendoi këtë. E rra urojnë në sigurisë. Dhe kjo situata sot nuk di më çfarë të them, Zhylide. Nëse shpallet fajtor mund të dënohet me 5 vjet burg. Nëse ndodh diçka e tillë me mtas, unë do të vdes. Nuk mund të jetoj. Zhylide, ku është Ozani? Në paraburgim është. Tarëk bëj diçka. Po thon 5 vjet, po flasim për burg. Në rregull, Zhylide, një herë të flasim, pastaj e rregullojmë, gjithçka do të rregullohet. Burgosi e them, Tarëk. Qetësohu. Do të flas me një komisar. Ti rri këtu, dakord? Unë po shkoj në shtëpi. Në rregull, bëj kujdes. Mirë se erdhe, Jas. Mirë se gjeta. Shihemi në shtëpi, Eylül. Bëj kujdes. Çfarë ndodhi Aslit?
çfarë ka? Çfarë mund t'jetë? E gjëra për paguan çmimin që ngatruam me të pasurit. Gjatë 2 ditëve të fundit ka qenë në stacionin e policisë. Pak më parë erdhi policia, e mori Ozanin. Ozanin. Pse? Për shkak të incidentit me Batun? Po, por është bërë pak më e madhe. E po mirë sidoqoftë, nuk dua më të flas për këtë temë. Si ishte ajo shprehja, të pasurit e bëjnë të varfërit të hanë. Të pasurit shkaktojnë të lashe, ne jemi ata që pasojmë nga kjo. Nuk ka nevojë të merremi me këtë. Lyl, dëgjo, mos më keq kupto. Por ti ajo që vazhdon të përmend këtë. Sa herë që flasim, biseda gjithmonë kthehet tek ajo. Çfarë ashtu? Do t'i mbrosh përsëri të pasurit me sa duket? Jo, pse ta bëja unë? Edhe ata janë njerëz. Kushdo mund ta bëj këtë. Sidoqoftë. Sidoqoftë, kam shumë punë për të bërë. E dje, ti më njeh mua. Nuk më pëlqen të ndërhyj në punët e askujt. Por u tregove shumë e ashpër me Aslën dje. Dua të them, vajza nuk bëri asgjë të gabuar. Ajo ishte aty për të ndaluar shokun e saj. Ai nuk është shok, motër. Nuk dua që fëmia im të hyjë të dalë nga vendet që nuk i njeh. Nuk dua. Shpirt, përse nuk do t'i njihte? Janë të gjithë fshinjët tanë, ti e di, dhe janë madje në të njëjtën shkollë. Motër. Jetët e tyre janë ndryshe, jetët tona janë ndryshe. E kupton, apo jo? Nuk ka nevojë të ndërhysh as pak. Nëse ajo nuk më dëgjon dhe vazhdon t'i shohë, atëherë e di unë se çfarë do t'i bëj. Çfarë ndodhi tërë? Ola me komisarin, do ta lirojnë menjëherë, por i ndalohet të dalë nga qyteti. O, sot. Të falenderoj ty, a mori fund tani? Fatkeqësisht jo. Ozan, shpirt, a je mirë? Policia tani do t'i shqyrtoj gjitha provat dhe dëshmitarët. Meqense u ndaluat së bashku dje, do të marrin edhe deklaratën e Aslës. Kështu që është ide e mirë të flasësh me Aslën. Nuk bën. Mos e ngatro Aslën. Por Ozan, le të bëhet çfarë të bëhet. Nuk ka pse t'u prishësh qetësi njerëzve për shkak të marrëzive të mia. Birë, po kërkojnë 5 vjet burg. Tani, a do ta mendojmë për prishjen e qetësisë? Zhyli dhe në rregull, zem, në rregull. Të lutem qetësohu pak. Po, të mos flasim këtu, shkojmë në shtëpi. Hajde. Profesor Tarik, erdha në shtëpi sepse nuk kam mësim. Jam në lagje tani. Sigurisht? Sigurisht që do vi? Do të vi pas pak, në rregull. Mirë. Vajza ime? Mirë se erdhe. Në shpirt, mirë se gjeta. Si ishte shkolla? Mirë, erdha në shtëpi pasi mbaroi mësimin. Mirë. Me atë djalin problematik dhe miqtë e tij të pasur nuk u takove, apo jo, vajza ime? Jo, nuk e takova. Të lumt, vajza ime e bukur. Në shpirt, a mund të shkoj deri te marketi unë? Po më ha diçka, ndonjë ushqim i lehtë. Në rregull, do të vi edhe unë. Jo, nuk ka nevojë. Ti rri këtu, unë do shkoj kthehej më një herë. Mirë. Pse nuk po e vë këtë në bagazh? Çfarë të bëjmë me këtë tani? Por aga, ti nuk më the ta pastroja makinën komplet. E thash, por a thash sot? Thash ndonjëherë. E po nga ta di unë, vendosa që ta bëja sot. Kisha frikë mos lage ose mos i ndodhte diçka në bagazhin e makinës. Kështu që e solla tek ti.
Prit, mbaje. Tani po shkoj ta marr makinën. Kthehem për 2 minuta. Prit pak. Vlla shiko, unë pulem afër cepit. Më telefono kur të marrësh makinën. Mund të më marrësh nga dalja e kampusit, por mos hyj me makinë në kampus, në rregull? Në rregull aga. Shihemi. Dy qajra dhe 2 ëmbëlsira këtu. Ej, Lyl, Vëlla Koraj? Ti çfarë po bën këtu? po kam një mik që punonte këtu në universitet, por pashë nuk ishte aty. Mendova të ndalim të takoj. Mirë ke bër? Si shkon puna? Mirë, shqyr zotit. A ke kohë të pish një çaj apo diçka? Jo, vëlla. Klientat presin, duhet të marr porosit, pastaj duhet të bëj pastrim. Mirë, punë të mbar. E lëm për një herë tjetër. Në rregull? Tani me leje. Mos të haroj, bëj të fala tezës Razie. Do t'i bëj. Azani ishte shumë i zemruar. Ai i vrapoi pas batus duke bërtitur reja këtu, por unë nuk munda ta kapja. Ai bërtiti apo e kërcënoi? Ai i bërtiti do të vras ty. S'pe asgjë tjetër veç kësaj, apo jo, si për shembull ta hidhte nga muri apo ta shtynte. Jo, nuk pash. Kjo është shumë keq. Përputhet me atë që tha Pala paditëse. Ozani mund të marrë dënim Zhylide. Jo, Tarëk. Ozani nuk mund të shkojë në burg. Asla, thuaj të kundërtën e asaj që pe. Thuaj se nuk vrapoj pas, thuaj se nuk bërtiti, thuaj pikërisht të kundërtën. Por mos lejo që jeta e Ozanit të shkatërrohet. Zhylide, kjo do të ishte dëshmi e rreme. Do ta vinim edhe Aslën në rrezik. Çfarë ndodhi? Më fal, kërkoj shumë ndjes. Unë nuk e prisja të friksohesh e kaq shumë. Kërkuan toste nga bloku C, po aqoja dhe mendova të ngacmoja kur të pash. Ti më fal mua. Kur më mbyllë syt ashtu papritur, të kërkoj falje. Po ky instrument? A mund ta shoh? Sigurisht. Prit një minut. Unë e di këtë? Po, kjo është instrumenti që e pa bashkë, apo jo? Po. Por kjo ishte shumë e shtrejt. E po... Zhylide gënjeshtra vetëm sa do t'i përkeqësoj gjërat. Por mos u mërzit pra. Do të gjej një mënyrë për ta nxjerrë Ozanin nga kjo. Asla. Më fal, mua nuk dija se çfarë po thosha për një moment, kërkoj falje. Nuk ka problem. Zhylide, shiko, nuk je mirë. Eja të shkojmë në shtëpi. Po më plas koka. A dëshironi që unë t'ju ndihmoj? Mund t'ju shoqëroj deri në shtëpi. Faleminderit e dashur, nuk ka nevojë. Tarëk flasim më vonë. Në rregull. Sa keq, sa nuk kam haruar. Merre këtë formular, plotësoj dhe ma sill. Ç'është kjo? Është nga një organizatë jo fitimprurse që ofron bursa plotësoj, thuaj nënës ta nënshkruaj. Nuk është diçka shumë, por të paktën sa për para xhepi. Faleminderit shumë profesor, jeni shumë i kujdesshëm. S'ka problem. Hajde shkojmë në shtëpi së bashku. I merr gjitha dokumentet dhe do të shkojmë në stacionin e policisë. Do t'japësh deklaratën vetëm atë që pe. Në rregull, profesor. Të shkojmë.
Ti si e bleve këtë? Do të më gjeta aq shumë para. Më shiko, mos vall ti e... Jo, shiko, nuk është ajo që mendon. Pronari i dyqanit më bëri dhuratë. Si ashtu? Pse do ta bënte dhuratë këtë? Ai më pyeti nëse di ti bia. I rash pak para ti. Ati i pëlqeu dhe ma dhuroi. Nuk doja të merrja, por ai vendosi të ma jep. Po shpirt. Pse dikush do t'jepte diçka kaq shumë të shtrejtë si dhuratë? E i lyll, se do gënjeja unë. Dëgjo, ai më tha se ishe i dashuruar, dhe vetëm një i dashuruar mund të luante me zemër. O zot, edhe unë e hëngra këtë. Më shiko, thuaj të vërtetën. A mos more hua nga dikush? Çfarë huaje, e ylyll? Po them se ai ma dha si dhuratë, pse nuk më beson? Sepse është e pabesueshme. Nëjse, të shohim se çfarë do të dal nga kjo. Mua më duhet të kthehem në punë. Aslı, Ozan, çfarë po kërkon ti këtu? nuk duhet që të japësh dëshmi të rema. Nuk e kuptoj. E kupton. Nëna ime dhe xhaxha i Tariku të kërkuan të japësh dëshmi të rema. Nuk ke nevojë të rrezikosh veten për mua. Nuk dua që ta bësh një gjë të tillë. Gjithsesi nuk kam ndërmend ta bëj. Do t'rregoj çfarë do të pash. Mirë. Doja të isha i sigurt. Ozan, a vërtet bëre diçka të tillë? A e hodhe batu nga i vendi që përmendën? E ku është ndryshimi? Pavarësisht nëse e kam hedhur. Ti vetëm do të tregosh atë që ke parë. Mos u shqetëso për të tjerat. Dua të di vetëm të vërtetën. E pse? Sepse ndoshta dua të besoj se nuk je komplet përmbindësh ti. Aslı! Nën? Po e gënje në nën tënde fare pa turp? Shkojmë në shtëpi ec? Nën, çfarë po ndodh? Nuk du ta prekësh më vajzën time, më dëgjon? E solla këtu për të studiuar, jo për të zvarritur nëpër stacione policie. Tani shko shiko punën. Hajde! Vajz, ti po e bën këtë me qëllim? Ha? A nuk të thash të mos përziheshe me këta njerëz? Nën, a mund të qetësohesh pak? Nuk mundem, vajz, nuk mund të qetësohem. Nën, djalin me të cilin u grind Ozani dje bëri pa di. Sot erdhi policia dhe e mori Ozanin në stacionin e policisë. Më kërkuan të tregoja çfarë pash. Kaç? Kaç ishte pra? Nuk ka asgjë për të friksuar. Bia ime? Vajza ime, shiko, unë po të flas për shkollën, për mësimet. Kurse ti po flet për të shkuar në stacion të policisë? Çfarë do të thuash që nuk e asgjë për të friksuar? Aslı, më dëgjo me kujdes, vajz. Këta njerëz do të shkatërrojnë jetën ty. E kupton? Do të përdorin kur të shkoj për shtat dhe pastaj do t'i injorojnë kur të mbarojnë punë. Nuk do të ngatërohesh me ta, Aslı. Nën, profesori Tarek po vjen të më marr. Të lutem mos bërtit, mos u lëri para ti, në rregull? Ai është i vetmi profesor që kujdeset për mua në shkollë. Të lutem. Aslı, jo, prit, mos e hap! A je gati? A shkojmë? Profesor, gati. Unë nuk jam as pak e qetë. Shiko, ti mund të shkosh në burg për shkak të deklaratës së Aslët. Si mund të jesh kaq i qetë ti? E çfarë të bëj? Ta detyroj të jap dëshmi të rem? A këtë e do, po? Bo çfarë bë. Aslı do të bëj atë që është e drejtë. Do të tregoj atë që ka dëgjuar dhe atë që ka parë. Bir, po e shkatron jetën tënde kot tani. Ti, a nuk mendon as pak për veten? A nuk mendon fare për ne? Sigurisht që jo. Je tamam si baba yt. E shoh atë sa herë të shoh ty. E njëjta kokëfërtësi.
I njëjti qëndrim për gjërat, i njëjti inat. Sa me fat jam. Nuk të besoj dot ty. Nuk ka asgjë për të mos besuar. Falëndero fatin që nuk jam i paqëndrueshëm si Mimtazi. Të paktën s'jam dinak, egoist dhe s'jam lakmitar si ai. Ozan, mjaft. Mjaft. U lodha duke dëgjuar për çdo grindje që e lidh me të. Zhylide? Ai, erdha sa po e kuptova. Çfarë ka ndodhur, më thuaj? Mos pyet. Ozan? Ozan i gjori, Ozan. Nuk ka gjetur qetësi nga dita që erdhi. Dëgjoni se kur ju them, ka një energji negative që sillet rreth këtij djali. Nën, ty po të presim. Më duket se nuk më dëgjon. Po shkojmë tash. Zotri Tarëk, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Shpresoj të mos ketë ndonjë problem. Jo, as pak, po pres nënën e Aslës. Ai, mos rrini te dera kështu. A doni të hyni brenda? Jo, zonja Nuran, gjithsesi do t'ikim sapo të vijë Asla, mos u mërzit. Në rregull atëherë. Në shpirt, se nuk po vjen? Njeriu po pret në derë? Unë të tregova ty. Do shkoj, do dëshmoj dhe do kthehem. Jo, ti nuk do të shkosh askund, nuk të lë. Nuk është normale, po pret në këmbë kështu. Futuni, profesor, hyni brenda. Në rregull pra. Në shpirt. Shiko, nuk e kuptoj pse po zemrohesh kaq shumë. A nuk ishe ti që më thoshe të bëj atë që mendoj se është e drejtë, të them të vërtetën dhe të ndihmoj? Ja, tani përse po bën kështu? Sinqerisht, po të njoh më këto ditët e fundit. Në fakt, ne përse të mos ulemi në kopësht, ka një freski të këndshme atje. Hajde shkojmë atje. Mirë. Ku po shkonit me Aslën, profesor? Në polici. Por nuk ka rëndësi. Thjesht një procedurë për incidentin. Tariku më tregoi se çfarë ndodhi. E pabesueshme. Zemër, kështu ndodh kur pranon këdo në shkollë ti. Morali i fëmijëve tan po prishet nga këta njerëz të pa kriter. Për shembull, Berçini, unë e vlerësoj shumë këtë gjë. I zgjedh me kujdes shoqet e saj. Ndërsa ajo vajza, kush? Vetëm ka të rresa po sjell tani. Pyes veten sikur po të jep jetë sa para në dorë, ndoshta ka këtë hall ajo vajzë, nuk e dim. Jo e dashur Sibel. Nuk duket si dikush që do ta pranonte këtë. Duket një vajzë ndershme. Jo e dashur, e them për të mirën tënde unë. Se mos pendohesh pasaj që si dhe para dhe nuk shpëtove prej saj. Po rrezikohet e ardhmja e Ozanit tani. Gati kjo? Mirë. Mos më kundërshto Aslı. Kaq po them. Thuaja ati të largohet. Thuaj që s'do të dëshmosh, nuk do të shkosh. Mos u përfshi. Nën. Unë do shkoj të dëshmoj. Aslı, mos më ngrit nervat. Erdhi dhe u step. U friksua, çfarë tjetër? Më shikonte i hutuar. Mirupafshim.
Si ishte? E krijova efektin që doja? Unë besoj se ti ende se ke kaluar traumën djalosh. Nuk kuptova asgjë nga ato që the. Po shoh disa ditë në shtëpi, ndoshta atëherë do të rikthehesh. Jo, faleminderit, jam mirë. E mora mesazhin. Ditë të mbarë, zoti Mumtaz. Ozani mund të shkoj në burg për shkak të asaj vajze. A e mendon këtë, Pelin? Zemar, dihej që Ozani do të përfundonte një ditë në burg. Pse po të rënditesh kaq shumë tani? Mos fol ashtu vajz. A mos e bëri ai gabimin? Pra, tani do duket sikur është fajtor për shkak të Aslët. Po të them, po të isha unë atje, do të thosha plot gënjeshtra, pa menduar fare. Do të bëja gjithçka për ta shpëtuar Ozanin. Gjithçka. Nuk të duroj dot më Berçin. Është e pabesueshme që vazhdosh në të njëjtën temë. Nuk më besohet. Shiko, vajz. A nuk ndodhi incidenti me Suzani dhe Batut? Pavarësisht nëse ti flet apo jo, vajza e lagjes së varfër, asgjë nuk do të ndryshojë nëse Batu nuk e tërheq pa dinë. Nuk ndodh. Pra, po thua, Berçi shko binte Batu i shpëtoi Ozanin. Kjo është këshilla ime, por a mund ta bindesh ti Batun? Këtë unë nuk e di. Ndonjëherë të punon mendja. Gjithmonë. Gjeng, përshëndetje shoku. A je në shkollë? E ke parë Batun aty? Jo, se kam parë, shoku. Çfarë ndodhi? A mund ta kërkosh nëse nuk je i zënë dhe i afër? Po, mëre, a je mirë ti? Mos ka bërë prapë ndonjë problem, ai idioti. Jo, nuk ka bërë gjë, por do ta bëj unë. Ka për të ma paguar për gjithçka që bëri. Mirë. Ma falë që të pengova. Shiko, po pate nevojë këtu më ke mua. Mirë. Edhe Berçini është në krah të Ozanit. Të gjithë do ta nxjerrim nga kjo gjendje atë. Sigurisht, faleminderit të dashur. Do më telefonosh apo jo? Nëse dikush nuk i jep mësimin e merituar, ky djalë kush e di ç'do bëj. E po, Me kë po flisi, Ozan? me dikën nga shkolla. Ishte një shoku im. Të kërkoj falje. Shoku çfarë po thoshe? Më fal për shqetësimin. Në rregull, shoku. Do kontrolloj për edhe do të njoftoj. Mos e shqetëso ti. Ma lër mua. Faleminderit shumë. Sa më shpejt ta gjesh aq më mirë. Atëherë po preznoj lem. Shiko, më dëgjon një moment. Këtë e kam dhurat. Të betohem. Ej, Lyl, dëgjo. Hajde shkojmë te mjeshtri. Ja shkojmë tek ai nëse nuk më beson. Ai do t'rregoj gjithçka. Ej, Lyl. Pra, mu largo nga rruga ime? A nuk e shoh që jam e zënë? Hajde mos po pengo. Ej, Lyl. Faleminderit, Nuran. Të bëft mirë, shpirt. Hedije. Urdhro vëlla, deshe diçka? Vajz, ti nuk je mirë që kur erdhe këtu. Shiko, desha të të pyes disa herë, por po më shmangesh. Por unë e shoh që ti ke një problem.
Këtë herë nuk shpëton dot. Tregom të lutem. Asla? Nuk fole as një fjalë rrugës. Ende e mendon nënën? Nuk më pëlqen të jem në konflikt me të. Në fakt, kjo gjë ndodh shumë rrallë, por nuk e kuptoj se po reagon kaq shumë tani kohëve të fundit. Mundohet të të mbrojë natyrisht. Ashtu. Por nuk ka asnjë arsye që të më mbroj mua. Unë kam mësuar prej saj të them të vërtetë dhe të jem e ndershme. Në fakt po ta njohësh, ajo është personi më i ëmbël në botë. E sjellshme, njerëzore, e ndershme. E di, ashtu si thonë, si Angel, nëna ime është pikërisht ashtu. Për ndonjëherë bëhet kokë fort, këmbgulëse dhe mbyllet në vetvete. Ulet e nuk lëviz. Dhe me asgjë nuk mund ta bindesh dot. Dikur kam njohur dikë që mërzitej kështu her pas here. Edhe ajo ishte si Angel. Por kur zemroi, si dilje do të përpara. Jam zemruar me Aslin, valla. Çfarë problemi tjetër mund të kem? Mirë, tani je zemruar me të. Por ti që kur erdhe këtu kështu je Hedije. Ke një problem që se tregon dot. Aman Jashar, a nuk e din ti? Askush nuk e bëri dot të lumtur vajzën e Gjor, shqetësohet për gjithçka ajo. Askush se bëri të lumtur. Asun su kujdesa për të. Si isha vëllai mirë. Çfarë thua kështu, vëlla? Jo, kurse si? Hedije, më thuaj të vërtetën. Me siguri u zemrua Gjengizi që erdhe këtu. Për këtë shkak deshe të ikja atë ditë? Të telefonoj? Jo, vëlla, Gjengizis më telefonoi. Të thash jam e zemruar me Aslën, se shes se çfarë po ndodh këtë ditë. Jo, nuk është vetëm kjo. E kuptoj kur shikoj fytyrën e motrës time. Nuk më thua mua, por do ta zbuloj vetë. Gjithsesi, është detyra ime t'i jap një mësim atij Gjengizit. Vetëm sa ta marrë vesh se çfarë ka bërë, do ta shoh ai. Të lutem, vëlla, Gjengizi nuk ka për asgjë. Më lerë tani, do ta pyes vetë. Kur mund të flas me përgjegjësin? Do të njoftoj pas një minute. Faleminderit. Do të thrasim pas pak. Çfarë do ndodh nëse shpallin Ozanin fajtor? Pasi të tregoj atë që kam parë unë? Po sikur të shkoj në burg për shkakun tim? Nuk besoj se Ozani ka bërë diçka për ta burgosur. Po ti bëj atë që mendon se është e drejtë. Trego atë që di. E vërteta del në shesh herët apo vonë, dije këtë. Në mëngjes, Ipeku, Gulizi, Aisha, Kubram dhe Melisi po më pyesin si jam. Batu, shpresoj të shërohet shpejt. Batu, a mund të bëjmë diçka për ty? U thash po, të dashura. Hajdeni më afër, gjithsesi do të kaloj. A mund të flasim pak, Batu? Çfarë ka? Vizit për të sëmurin? Ku është çokolata ime? Nuk vizitohet i sëmuri kështu, Berçin. Shumë qesharake. Prit, kam ardhur të flet për diçka tjetër. Ka lidhje me Ozanin. Mos ma përmend emrin atij manjaku, se do të zemrohem. Dhe mos u përpiq ta mbrosh.
Çfarë thot? A nuk arritet ta kontaktosh ende? Mirja Ashar mos e telefono më. Ndoshta është rrugës dhe nuk ka sinjal. Madje çfarë të thot vajza ty? Thot se Gjengizi nuk ka për asgjë. Tani do t'i telefonosh, do t'i hapësh telashe, pastaj ai do ta kmerret përsëri ndaj hedijes. Ti ke të drejtë. Por unë e njoh Hedien. Ajo nuk di të fsheh. Ke problem me atë njeri, me siguri. Jo, vëlla, po të kishte diçka, s'do ta thosha? Nuk do ta thuash, Hedie, nuk do ta thuash. Po shkoj të kontrolloj kopshin e zonjës Ismete. Hajde shpirt. Motor, çfarë do të bëj? Të betohem, edhe unë jam shumë e hutuar tani. Për mos u shqetësoti. Asgjë nuk do të ndodh përsa kohë Gjengizi nuk vjen këtu. Kush është? Uf! A jeni në shtëpi? Razia, ti qenke? Po, në shtëpi jemi. Më trembe mua. Hajde në kopsh të flasim këtu. Mirë, hajde. Oj, ky gjimbi në thëmbër nuk më lërë që të ecë. Driqi, mori. Hajde, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Faleminderit. Kisha disa gjëra për të biseduar me ty, por... Çfarë ndodhi, grua? Mendova se do të ishim vetëm, por s'ka gjë, do të flasim më vonë. Unë po ju bëj një kafe, hajde juve uluni. Hajde. Ja, dëgjom një herë. Ozani do të kërkoj falje. Ti kështu doje, apo nuk është kështu? Ti do të fitosh? Mendo sa bukur do dukesh në shkollë, do dukesh si mbret. Aman edhe ti, edhe po kërkom falje. Më vonë do të tregoj të tjerëve gjëra të tjera, dhe unë do humb durimin e do më kapi nati. Nuk do ta bëj Bato, nuk thot gjë. Pse do gënjente? Pse të gënjej? Se ai është Ozani. Ama po kërkoj falje para të gjithëve, ndryshon puna. Atëherë s'let dot pas shpinës sime. Ti e di sa krenar është Ozani. Nuk do ta bënte kur këtë. Po deshi, ti ajo që po lutet. Në rregull. Me të vërtetë të lumt. Unë po përpiqem të rregulloj gjërat në emër të miqësisë që keni ju dhe ja shiko si sillesh ti. Nuk po të them asgjë, pse po zemrohesh? Ti po humë zemër Gjerbato? Gjithë shkolla e di që je i pafajshëm. Ç'rëndësi ka nëse ai flet apo jo? Ç'rëndësi ka? Nëse thua që të kërkoj falje, të gjithë do e besojnë. Të lutem, mos ma thuaj zemrën Bato. Komisari po ju pret. E jasna. Një sekond, më fal. Urdhëro. Asla, ende nuk e dëshmuar, apo jo? Sa po hynim tani? Mos e bëj Asla, ndalu, mos dëshmo. Fola me Batun. Ai do ta tërhesh pa di nëse Ozani kërkon falje. Të lutem, mos thuaj asgjë, në rregull. Asla? Duhet ta mbyll tani unë. Flasim më vonë. Alo? Gjeng, çfarë bëre, e gjete Batun? Po, shoku, është në shkollë. E po mirë atëherë, duhet të risha afër që të mos të na ik. Po sillet vërdall duke u thënë njerëzve se kanë rrahur, e kupton? Le ta rrajnë vërtet që të mos dalë gënjeshtar. Dakor, pra. Hajde mirë pafshi. Ozan, mirë të lutem mos bëj ndonjë çmenduri. Ozan, të lutem mos bëj ndonjë çmenduri, shpirt. Po mirë, po të dëgjoj. Çfarë ndodhi mes këtyre nxënësve, Ozani dhe Batus? Më trego. Ke ndërmend të tregosh? Ne kemi shumë punë, zonjush. Nuk e mbaj mend. Rasti ka ndodhur dje, si mund të harrosh kështu? Nuk më kujtohet. Më vjen shumë keq, por nuk më kujtohet asgjë mua.
Si të duash pra. Ke kohë deri nesër. Nëse të kujtohet, eja të tregosh pa të detyruar. Kuptove? Nëse nuk të kujtohet, në një mënyrë do ta zbulojmë vetë. Nëse djaloshi shpallet fajtor, ti do të ndëshkohesh për ndihmën që ja ke dhënë. Ta shpjegon avokati yt më mirë. Nëse na lejoni. Aslı, çfarë ndodhi? Më thuaj pse ashtu the? Do t'ju tregoj, profesor. Tani duhet të shkojmë të flasim me Ozanin. Ja, do t'ju tregoj rrugës, në rregull? Po, Zhylide. Tarëk, eja shpejt. Zhylide, çfarë ndodhi? Ozani shkoj në shkollë që të rrah batunin. Të lutem shpejt dhe ndaloje ti mbir. Mirë, qetësohu, nise me njëherë. Profesor, çfarë ndodhi? Dëshironi ndonjë gjë? Jo, faleminderit. Prit, të ndihmoj unë ty. Lëre pra, mos ndërhy në punët e mia dhe shko merru me punët e tua sekrete ti. E Lyl, shiko. Po më akuzon pa drejt. Do ta kisha thënë, po ta kisha bler. E Lyl, shiko. A nuk ke mësim ti? Pse po sillesh vërdall këtu? A nuk të ka dërguar familja që të studiosh? Pse bredh kot e kot rrugëve, nuk e kuptoj. Nuk po bredh kot. Kam edhe gjysmë ore derisa të filloj mësimi. Si do qoftë. Çfarë nejse? Më lër mua rehat. Lër edhe atë tabaka, shefi do të zemërohet për shkakun tënd. Mirë, mos u zemro. Ozan, ku jeti? Ha, Sefer. A ke parë gjipatun? Jo, shoku, se kam parë. Baba, po të kërkoj unë ty. Çfarë the për Ozanin? Unë po shkoj këndej, ju shkoni te kafeneja. A i ke parë Ozanin ti? Jo, nuk është në shtëpi ai? Jo, unë nis për në shkollë. Pse? Nëna e tij e telefonoi profesorin. Ai erdhi në shkollë për të rrahur batun. Duhet ta gjej menjëherë tani atë. Mos, nuk ka shans, unë u dërmova. Me zi e binda batun unë. Çfarë të bëj tani? Eylül! Aslı, çfarë u bë? A e ke parë Ozanin? Jo, nuk e kam parë, pse? Ne duhet ta gjejmë urgjentisht Ozanin. A i ka ardhur në shkollë për të rrahur batun. Çfarë? Unë e pash batun. Ku ashtu? Po shkonte drejt ndërtesës së administratës. Beshin vrapo. Kështu, kurri me orë të tëra pranë dritares.
Ai, sa shumë gjëra pas ke përgatitur, Nuran e dashur. Pse u lodhe kot ti më thua? Nuk kalojt kjo gjë në të tatë Razie. Të bëft mirë ty. Ai, edhe Korai mi pëlqen shumë këto gjëra, e din ti? Me që po flasim për djalin tim. Për zotin, Korai im është djalë për kokë të djalit, e din ti? Tha, nuk e duroj dot pa drejtsin, dhe u ka thyer hunde goja atyre burave. Ai, të gjitha këto i ka bërë Eyluli, apo jo e dashur? Shumë vajzë punëtore, shumë e aftë, mashallah. Razie, ere dhe më the se doje të flisje për diçka të rëndësishme, por gjithkohës po flet për djalin tënd. Hajde, thuaj çfarë ke për të thënë. Tani dëgjo, Nuran e dashur. Djali im është si një luan, zjergjak edhe nga guri ai. Eyluli është një punëtore, një zonjë e aftë edhe shumë e bukur. E të dy janë në moshë martese, apo? Ashtu... Djali im është kandidat shumë ideal për Eylulin, apo jo? Sot është shumë e vështirë të gjesh dhëndër të mirë për bes, po të gjithë janë bërë hajdut dhe mashtrues. Po ashtu është shumë e vështirë të gjesh një vajzë me moral si që është Eyluli për djalin tim. Shumë, sinqerisht, shumë. Pra, për këtë po flisje? Po, hajde ne që ti martojmë këta dy, Nuran e dashur. Të ndërtosh një familje është gjë e mirë. Razie, kështu papritur, nuk di se çfarë të them unë. Sigurisht, faleminderit që mendove për ne, por çfarë do të thotë Eyluli? Çfarë do të thotë ajo? Sigurisht që do të thotë po. Do e lërë edhe punën ajo. Do të bëhet zonjë shtëpie, nuk do të merret me mashtruesit atje. Çfarë tjetër? Jo se është djali im, por mos më keq kupto, por ai do të kujdeset si lule për vajzën tënde. Për këtë jam e sigurt, por... Çfarë por? Ja që po të them unë. Provo pak të flasësh me vajzën tënde, të shohësh si e ka mendjen. Nuk po them ti martojmë që nesër ne. Po t'ja fusim në kokë një gjë të tillë, si thua ti, ha? Ozan! Shpirt! Ozan! Nuk të lë Ozan, të lutem. Shiko të përgjërojnë ty. Ndaloje këtë zemrim. Tashmë veç se jenë të lashe gjithë shka do të përkeqësojt, birë të lutem. E sa më keq mund të bëhet? A e beson tashmë se jam unë fajtori? Sa më keq mund të jem në sytë e tu? Më e lërë të thash. Të lutem, Shpirt. Ozan, ndalo! Largo më një thash. Dalo, ne duam të të ndihmojmë ty. Batu do të tërhesh pa di, nëse i kërkon falje. Unë t'i kërkoj falje. Tani, ende i besoni fjalët e ati pisi dhe prisin që unë t'i kërkoj falje? Ne thjesht dua ta mbyllim këtë çështje, që ti të mund të halesh pas. Kjo është zgjidhja që gjetët. Që t'i kërkoj falje Batusu, apo? Ti lutem për mëshirë. Kush e shpiku këtë ide gjeniale? Ti, Berqin, apo? Bravo. Mos i bërtit Berqinit. Ishte ideja ime. Po ti pse po përzihesh? Ti ja nuk e bëre dëshmin tënde? Po, atëherë largohu. Akoma ke punë me jetën time? Po kam akoma punë. Do të jap minimumin 5 vjet burg dhe e gjithë jeta jote do të shkatrohet. Por atë intereson ty? Sigurisht që jo. Shiko në çfarë gjendje je. Zemrimit ti ka verbuar sy ty. Ndërsa unë po përpiqem të të bëj. Atëherë mos u përpiq më. Ozan, shiko bir, po sigur të ulimi të gjithë të flasim me qetësi neve? Ha? Të flasim qetësisht apo? Kam folur qetësisht deri më sot, a më kuptoi njeri? Hajde më thuaj. Jo. Dhe as që kam më ndërmend të merrem me asnjërin prej jush. Ozan, Shpirt. Zënja Zhylide? Teta Zhylide? Zënja Zhylide? Teta Zhylide? Zënja Zhylide, hapi syt. A ka njeri këtu? Dikush të na ndihmoj?
tensioni është kthyer në normalitet, shpëtuat për pak. Po të vazhdonte kështu mund të shkaktonte hemorragji në tru. Duhet të prisni derisa të mbaroj serumi dhe pastaj mund të largoheni. Shërim të shpejt. Faleminderit. Teta Zhylide, a je mirë? Na friksuat shumë neve. Ozan. Birë. Ku është djali im? Teta Zhylide, a mund të pushoni pak? Duhet ta gjej djalin tim. Djalin tim. Duhet ta gjej djalin tim. Zonja Zhylide, të lutem. Nuk mund të dalim para se të mbaroj serumi, kështu tha doktori. Jo. Djali im po më rëshqet nga duart para syve të mi. Duhet ta shpëtoj atë. Mos u shqetësoni ju as pak. Nuk do ta lejoj të ndodhë kjo. Shko dhe gjeje djalin tim. Të lutem. Mos e lejo të bëjë ndonjë marrësi. Hajde. Unë do të shkoj. Ozani ma dëgjon fjallën. Duhet të njoftojmë edhe Xhaxha Mumtazin. Mos e njofto atë, gjeje djalin tim. Djalin. Ti qëndro me zonjën Zhylide. Unë do ta gjej Ozanin dhe kthehem. Ozan? Nuk do të shkosh askund. Po çfarë je duke bërë ti? Në fakt ti çfarë po bën? A nuk ke as pak mëshirë ti? A nuk ke ndërgjegje? Çfarë zemrimi është ky? A e kupton se çfarë po bën? Po, e kuptoj shumë mirë. Vërtet? A e di se ku është nëna jote tani? Është e shtrirë në spital. Për shkakun tënd, gati sa nuk pësoj hemorragjia jo. Çfarë infermerie, çfarë hemorragjie? Po. Mund të kishte vdekur nga mërzia për ty. Aslı, I ku dhe ende nuk është kthyer. A ka që shumë zgjat një dëshmi? Motra Nuran? Gjithmonë më pyet nëse kam ndonjë problem dhe pse nuk flas. Që kur iku Razia ti je zhytur në hersje, çfarë ndodhi? Ajo Razia tha se të martoj me lylin tënd me djalin tim. Më kërkoi t'ja hap rrugën për fjalë, për këtë kishte ardhur. E çfarë i the ti? Çfarë ti thosha? Kismet. Nuk e di çfarë do të thotë Lyli, thash. Motër, këto gjëra nuk janë më si dikur. Tani vendosin të rinë vetë. Po, vëlla im, çfarë do të thotë? Nuk e di, nuk e kam idenë më të vogël. Për mua vajza ime është ende e vogël, për mua nuk është mosh martese. Nuk mund të martohet tani ajo. Pra kështu që ka mëmësia.